2 ministri të reja e disa prej tyre të ndara për pa buxhet. Kjo është situata që u krijua pas formimit të kabinetit të ri të qeverisë së Kosovës. Numri i madh i ministrive që ka ky kabinet i ri qeveritar është komentuar shumë, pasi një gjë të tillë e kritikante dikur vet Albin Kurti. Por jo vetëm kaq. Me prezantimin e qeverisë u krijuan Ministria për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës së UÇK-s, si dhe ajo e administratës publike dhe e digitalizimit. Ndërkaq Ministria e Kulturës dhe Turizmit u ndon nga ajo e rinisë dhe sportit, kurse sektori i inovacionit kaloi nga Ministria e Arsimit në atë të tregtisë. Megjithatë, të gjitha këto risi që ndodhen nëpër këto dikasere nuk reflektuan asgjë në ligjin për buxhet. Rreth kësaj çështje ka folur edhe Naim Jakaj nga KDI, i cili ka theksuar se do duhet të bëjë një rishikim i buxhetit për të themeluar ministritë e reja. E ky rishikim sipas tij do duhet të bëjë së paku deri me 31 mars. Në mënyrë që pas vendimit të gjykatës kushtetuese për dekretin, ajo ta përcjell këtë ligj për ndarjen buxhetore në kuvend. Në anën tjetër, sipas analistit politik Dorajet Imiri, ministri duhet të vazhdojnë me planifikimet, edhe pse mungesa e kostës vështirëson këtë proces. Ai tutje ka theksuar se orientimet zhvillimore dhe strategjike mund të bëhen tani, ndërsa më pas të harmonizohen me buxhetin e ri, pas rishikimit buxhetor. E një problem të tillë për mosndarjen buxhetore për këto ministri përkatëse pati deklaruar edhe vetë ministri i Financave, në njërin prej mbledhjeve të Komisionit për Buxhet dhe Financa në kuvend, derisa merrte shembull çështjen e buxhetit që sipas tij ishte thjesht kalimtare.